hyrja e Shqipërisë në Tratatin e Varshavës, Bashkimi Sovjetik i hapi qersa të dyre fare, dhe hyri Pashalimani ishte pika më strategjike me Zeun. Dhe a i solli, si që dini ju, 12 ndërtese, nga cilat 4 ndërtese ishin bashkëpunim me 2 ekipet, nësa 8 ndërtese ishin vetëm ekip rus, i cili kishte mision vetëm zbulimin në New York, që lëvizte gjithë me Zeun, Napoli dhe metra, vetëm me rus, kupton, 8 ndërtese të vazhdet. Dhe prandaja urshovi i jepte aq rëndësi Shqipërisë dhe pastaj ministrat e mbrojtjes së saj, sepse nëpërmjet Pashalimanit dhe hapësirës detare që lëvizte flota ruse në Meze, ajo e kishte kontroll të plot gjithë lëvizjen, përbërjen, organizimin, dislokimin e flotës jashtë amerikane, që ishte realiteti më i ashpër. Ishte sepse Rusia kishte frikë, sepse aeroplanmajtësit dhe në deset amerikane ishin në pajisje me armë bërthamore.